Përshëndetje gjithëve. Sot është data 5 tetor dhe kemi diku afër 3 ditë të nesha në Serbinë. Shfrytëzoj rastin të siguroj gjithë ata që kanë përshtypjen që unë nuk do të jem i pranishëm në stadium, që prania ime do të jetë e fuqishme. Unë të demonstroj edhe me biletin këtu me emrin tim. Jam pikërisht në mes tifozave Kuqezi, ku unë baj pjesë tash sa kohë. Deshta të bëj një apel gjithë sportdashëve, tifozave të kombëtarës, që mos ta ngarkojmë shumë këtë ndeshje me emocione, me presione, andaj këtej thjesht ta shohim si ndeshje futbolli. Mendoj që djemt tanë do na nderojnë edhe një herë, e kanë bërë një herë në Beograd para një viti, do e bojnë edhe këtë rallë duke i vullë kapakun, siç themi. Sa i përket polemikave që janë hapur për mu në lidhje me praninë ose mos praninë time ndeshje, mendoj që nuk kena pse të kapemi fare në atë aspekt. Thjesht desha që siguroj që unë jam në stadium. Gjithashtu kam një surprizë të vogël. Kam marrë me post nga Potočari Bosnje një palë syze, edhe ma shkërku në mënyrë të sjellshme që nëse më jepet mundësia t'ja dhuroj presidentit, kryeministrit serb Vučić, që do të i pranishëm në stadium. Më kam siguru që këto syze janë pak përdorura, por nuk janë të ime, kështu që nuk e di, nëse nuk i bajnë Vučićit si masi, po të një marrë si suvenir. Kështu që edhe kjo ashtu. Sa i përket edhe kombëtarës serbe, kisha thënë që ka qenë mirë që ato të vinë këtu në Elbasan me pretendimet që realisht i kanë, kështu që është një ndeshje për kalendar për to. Kështu që mendoj që ambicet e tyre nuk do të kalojnë përcej kësaj situate që kanë.